Rënit për anisit me njerë me kongën fëtë, qara ke bo me këtar kongë 2025, në të më thonë, kush ka vujt me fëtët, me zonin tënë dhe me kongën fëtët. Qysh nisi mas pari për du me unal të kja kongë mas ne me vazhdu? Fatmirësisht, po ka itë shumë mirë, edhe nuk e kom prit heq. Krejtë si rjedhë, qysh ka rjedhë kjo kongë, ka rjedhë krejtë rasisht. Jena konë të najtë shpe, edhe dyqysh unë e ushtraj, shumicën e kohës, jashta sezonës, kam qef me ushtru, edhe në përdasma. Edhe isha me Granitin, partnerin tem, edhe tonight. Edhe veç mu kujtu një vija, një vi melodike, edhe thash Granet ha bojna. Edhe shkunëm nalt, në dhome kena dhomën që ushtrujna, edhe thash hajde shkujna me njëherë dhe provojna. Kena shku nalt, kena provu, edhe një me ka dollë shumë e mirë, mu më ka prejkë me njëherë. Po tash të tekste në dofka. Me gjithë diçka shumë të mirë. Edhe i kumë shkujt Fadilit, Fadil të Polli për ndryshe të eksklusi i kësaj kongës. Edhe e ku marrë në telefon, se mi shkru diqysh mu do kje shumë gjatë. E ku marrë në telefon edhe i kumë thonë Fadil, më dohet një tekst për që të vi, veç më ka thonë ndërga ma vijen, ja kumë dërgu vijen edhe me njëherë e ka kop tekstin. Dë më me të parën? Me të parën. Dë më thonë, asë nuk i kumë thonë me ndryshu diqka, asë heq, me njëherë më ka pëlqy. Kur është taj kliku me njëherë që të shumë do? Me njëherë edhe faleminderit Zotit që e kanë këndu shumë edhe këngëtarët, kolegët që i falenderoj shumë, po ashtu edhe publikun, se edhe publiku e kanë dëgju edhe kam i prit tepër mirë, edhe jam i njose për çdo sen rreth kësaj kongës.